Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Falenderojmë Allahun fuqiplot, mëshiruesin, mëshirbërësin, mbikëqyrësin, krijuesin të gjithë shkaj. Allahun e falenderojmë dhe salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dërgojmë. Familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, të shikues të podcastit El Falah. Me lejen e Allahut fuqiplot dhe me mundësinë që na mundson dhe me suksesin që na jep, ne fillojmë me sezonin e dytë të podcastit El Falah, ku bashkë me dy vëllezërit e mi, moderatorët, të cilët do të ndajnë kohë për hir të Allahut, për të na parashtruar pyetje të ndryshme, për të na shoqëruar gjatë këtij farlloj rrugtimi deri aty ku do të na mundson Allahu që të arrijmë, dhe gjithashtu për të shoqëruar musafirë të ndryshëm dhe për t'i respektuar me sjellën pyetjet e tyre të ndryshme të cilat do të parashtrojnë dhe bisedat e tyre të ndryshme të cilat do t'i bisedojnë. Dardan, vëlla jam, mirë se u takuam përsëri në sezonin e dytë. Egzon, mirë se u takuam përsëri. Selam aleikum, mirë se u takuam. Allahu ju rujt, ju begatoft, ju shpërbleft. Normal është kriju një farlloj distance pagës ose një farlloj një kohë gjatë është bërë pas sezonit parë dhe tash do të mos po ketë pak stres ose trem ose ku ta di çka, por nuk është e nevojshme. Jo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Unë nuk mbetet kurrë vëllezër që post që t'ju falenderoj për kohën, mundin të cilën e bëni dhe ndani për ti shpërndar mesazhet, për ti përhapur mesazhet tona të cilët mendojmë se janë të vërtetë, janë hak, dhe veçanërisht që çdo herë jemi fokusuar në ato, domethënë këshilla të përgjithshme, probleme shpirtërore të njerëzve, probleme të rinis e kështu me radhë. Allahu ju ruaj. Amin bashkë. Amin edhe ty shej. Para se të fillojmë, do të ishte e mirë ndoshta të fillojmë me disa ajete nga Kurani, nga fjalët e Allahut. Besoj se që që më mira. Më mira. Pa pyet dyshimi vëllai, pa pyet dyshimi se çdo fillim që fillon me fjalët e Allahut subhanahu wa taala, çdo mezhlis që fillon me fjalët e Allahut azza wajalla është mezhlisi, është fillimi i bereqetit, është aty ku do të shohim bereqet, bekime të gjithë neve, edhe çdo hapje që bëhet më mirë që mund të bëhet me fjalët e Allahut, me çfarë fjalë tjera mund të bëhen. Atëherë ja fillojmë me lejen e Allahut. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Allah shpërbleft. Amin bashkë me ju, në dashë Allahu sinqeritet. Amin. Po që dhënë para se t'ja fillojmë, dëshiroj të falenderoj Allahun që veçanërisht na ka bërë pjesë e këtij projektit. Alhamdulillah. Edhe që na ka mundsuar me fillu me sezonin e dytë. Alhamdulillah. Edhe dëshiroj edhe ti falenderoj të gjithë vëllezërit e motra që kanë kontribuar në mënyrë financiare apo ndihmë edhe kështu. Kështu që ju falenderoj të gjithëve, Allahu ju shpërbleft, Allahu ju shpërbleft edhe juve, që po merrni pjesë,
edhe pe bëjmë në atë aspektin jemi sebeb që pe bëjmë të mundshme. Ti më rikujtove diçka të cilën unë e harrova në fillim, është shumë mirë çka e bëre, për shkak se edhe kjo shumë do të na ndihmon. Shumë gjëra do t'ja kujtojmë një tjetrit, më vallall që të ndërhyj kështu. Pa problem. Pra në fillim ne falenderojmë vëllezërit Kotoritek, të cilët janë sponsor general të këtij projekti. Allah i shpërblef me xhenet të gjithë ata ya Rabbel Alamin. Amin. Falenderojmë një djalë i ri, Gjemilin, i cili gjithashtu është sponsor i këtij projekti. Allahu e ruajtë e begatoft dhe boft e vllatë të khairit. Gjithashtu falenderojmë dy edhe sponsor anonim, të cilët nuk kanë dashur që ti përmendim, ti cekim emrat e tyre, po duhen të jenë pjesë e këtij projekti në marrjen e shpërblimit së vapëve, ku ne në të kohë i ftojmë edhe të gjithë të tjerët të cilët kanë mundësinë që të jenë pjesë e këtij projekti dhe të marrin sevape, domethënë edhe pas vdekjes së tyre, se këto janë mesazhe, ligjërata, këshilla të cilët do të vazhdojnë, do të jenë deri Allahu e din deri kur ne do të vdesim, por duke dëgjuar njerëzit dhe duke u shpërndarë këto mesazhe, njerëzit do të shpërblehen. Andaj ftesë në të jeni të kohë pas falëndrimit që të gjithë që kanë mundësi të marrin pjesë në këtë rrugtim për hir të Allahut lirisht janë të mirë të ardhur. Edhe siç thash, i falenderojmë të gjithë këto sponsorë të cilët kanë marrë pjesë veçanërisht edhe sponsorin general Kotoritek. Do të shpërblet hoxh. Do t'ja fillojmë. Me çka do të fillojmë sot? Sot inshallah do e kem temën si epizodin e parë. Si epizodin e parë kem sot menaxhimi i zemrimit sipas sunetit. A pse këtë temë e keni zgjedhur? Këtë temë kemi zgjedhur për arsye se sot njerëz zemrohen shumë. A jemi ne nga ata që zemrohemi shumë? Dhe na jemi persona që zemrohem, kështu që suneti na mëson se çysh do të menaxhimi i këtij zemrimi. Çysh menaxhu këtë. Se kur e dim se Allah na tregon edhe në Kur'an që pejgamberi sa është një shembull për neve dhe me këtë mundemi me. A ka qenë zemrimi yt unë mund sot më shumë do ta luaj atë rolin e moderatorit se sa jemi dy, ose mundesh edhe këto pak me pyet. Po, si do të thonë, po edhe për ty edhe për Exonin, është zemrimi juaj që mund ta vreni te ju si tepërt që ushtyri që ta zgjidhni këtë temë apo atë që e shihni tek të tjerët? Më shumë që shohim të tjerët, po alhamdulillah. Po është diçka që nuk ka njeri që s'ka zemrim. Shumë me vend se zemrimi është pjesë e natyrshmërisë së njeriu, është diçka e pashmangshme, po tash ne mendoj se çdo të flasim do të ajo mënyra e menaxhimit e kontrollit të zemrimit. Allahu na ruaj, që është punë djallëzore, punë e shejtanit dhe ngacmim dhe gaz e xhenemit që fut shejtani në zemrën e njeriu. E pastaj tash besimtari do ta kontrollon sipas imanit dhe besimit që ka. Allah shpërblet për shpjegime. Normal kemi shumë pika në këtë epizod, kështu që besoj se do të ndahet në 2 epizoda. Bidhnillah, se besoj që do zgjohet goxha shumë tash. Edhe jemi 2 moderatorë kanë ndërhyrje, kështu që do duket më mirë inshallah, mendoj. Inshallah. Po sa keni para parë domethënë që të zgjasin epizodet në këtë sezon? Varësisht që mirë është edhe vëllezërit motrat. Varësisht prej pyetjeve, shej sa më shumë pyetje, aq më shumë minutazh. Pyetjet s'kan fund, besoj Allah xherë boft. Po patjetër, pyetjet s'kan fund, po do të mundohemi. Pravarësisht derisa mendosh të zgjasë. Besoj zgjidhim pak si njëjtë si në sezonin e parë do të thotë që është Allahu Exon. 30 dhe 40 minutë. Po. Qofshin të khairit, këto takime, këto biseda, këto këshilla, këto ligjërata, këto mesazhe të cilat do të përcjellen tek të tjerë. Inshallah. Bismillah, atëherë po ja filloj me pikën e parë. Çfarë është zemrimi dhe si është Islami këtë ndjenje? Pa, unë ceka pak në fillim se zemrimi është një ndjenjë natyrore. Do të thonë që gjikush hidhur, gjikush zemrohet, gjikush nervozohet, është një ndjenjë natyrore që Allah subhanahu teala ka vendosur çdo njeri. Dhe Islami si Islam Allah subhanahu teala nuk ndalon zemrimin si zemrim, por mënyrën e menaxhimit të zemrimit, ndalon padrejtësinë, ndalon zullumin, ndalon të keqen që është si pasojë e zemrimit. Prandaj Allah subhanahu teala thot wal kadhimin al ghayza, ata të cilët e frenojnë zemrimin. Pra nuk thot, domethënë nuk fol në mënyrë direkte për zemrimin si zemrim, është diçka me të cilën Allah na ka krijuar dhe atë kemi. Okej. A zemrohet Allahu? Patjetër. Po, është si Allah. Po, si Allah. Është si Allahut, që Allahu hidhrohet. Apo? Është si Allahut. Është një cilësi që e posedon vetë krijuesi si krijues. Është një cilësi të cilën Allah subhanahu teala ka dhënë edhe
vetë krijesës. Por tash, wal kadhimin al-ghayza, ata të cilët e frenojnë zemrimin, wal afina anin nas, do falin njerëzve. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah i do vepërmirësit. Omer radiallahu anhu një ditë u idhru me shërbëtorin e tij për një sebeb, edhe kur u kthye nisi ti përtise, jo të përdore dhunë, po ti përtise. Edhe dikush prej së larti dëgjoi zërin e Omerit dhe vreti normal të zë hidrimi, zë nervoze. Pra zë përmes të secilit ose zë i cili është pasojë e zemrimit. Edhe ky ja lexon e citon ajetin përmbas, këtë ajet në surën Ali Imran. Wal kadhimin al-ghayza, ajetin 44. Wal kadhimin al-ghayza. E bëni Omeri. Ata që frenojnë zemrimin dhe përcollën. Wal afina anin nas, ata të cilët u falin njerëzve, ata kanë fal. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah i do ata që bëjnë vepra të mira, vepërmirësit. Tha, prej sot ti nuk je skllav, nuk je rob i lirë. Ishin ata të cilët me njëherë kur i dëgjonin fjalët e Allahut subhanahu wa taala e vendonin në praktikë. Pra jo diçka që dëgjonin, po diçka që dëgjonin futesh në zemrat e tyre, gjente vend në zemrat e tyre dhe me njëherë shihesht ajo në praktikë. Ibn Taymiyyah rahimahullah thot, subhanallahu, e jep një shembull shumë të mirë. Zemrimi është si zjarri. A kemi nevojë për zjarr? Në varet çfarë. A kemi nevojë për zjarr? Po. Kemi nevojë për zjarr? Po. Ke nevojë për të ngrohë, ke nevojë për ta kalluar shporetin, ke nevojë për zjarr. Nëse e kontrollon është i mirë. Nëse nuk e kontrollon, ta ka shtëpinë. Kështu është edhe zemrimi. Pra, shembulli i zemrimit, sikur shembulli i zjarrit. Përderisa e kontrollon mirë, është i dobishit. Përderisa nuk e kontrollon, është i keq. Sepse është diçka që ne e posedojmë të gjithë. Nuk ka njeri që mund të thotë jo, unë nuk zemrohem, është mashtrues. Ai kundërshton, domethënë realitetin të vërtetën, sepse Allah subhanahu wa taala na ka krijuar me këtë cilësi, me këtë karakteristikë. Por mund të flasim për atë, edhe mund ta shohim njëri tjetrin sipas imanit, besimit, kush sa e kontrollon zemrimin. Çka i thomi njëri tjetrit? E vallai shumë sabërli kanë atij. Shumë i durueshëm, shumë sabërli. Pra kur themi ti je shumë sabërli, domethënë dikush që mund ta menaxhon dhe ta kontrollon zemrimin e tij. E kush nuk është sabërli, ai i cili nuk mund ta kontrollon zemrimin e tij. Allah e di më së miri. Amin. Shej Allah të shpëleft. Amin. Po ka qenë një shembull kur një sahabi ka shkuar te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë më këshillo. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjigj, mos u zemro. Po pse në këtë mënyrë ju ka përgjigj? Pikës pari, ky hadith dhe ky rast është një mesazh nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të gjithë njerëzin dhe që aludon në gjawami el-kelim, në fjalë të shkurta me kuptim plota, diçka që ishte veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjawami el-kelim, pejgamberi sallallahu që i tha një fjalë për një fjalë që përfshin shumë gjëra. Pikës pari, kur folin dietarët islam për këtë rast dhe për këtë këshill, kur ai shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe karrë miraren dhe apërthriti disa herë. Kur i tha ja Rasul ausini, tha më këshillo, tha la taghdab, mos u zemro. Tamam, tha po pastaj mos u zemro. Po tamam, po pastaj mos u zemro. Pra ai 3 herë kërkoi këshilla të ndryshme, nuk i kërkoi të njëjtën këshill. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëriti një të përgjigje. Duke përsëritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se pra përsëritja e pejgamberit mos u zemro, tregon se shumica e të këqijave vjen nga zemrimi ama çfarë zemrimi? I pa kontrolluar. Nga zemrimi pa zemrohemi ne. Ama e kontrollojmë, kur ta kontrollosh, nuk vjen të këqija, se e kontrollon. Po kur se kontrollon, atëherë vjen të gjithë të këqijat nga zemrimi e pa kontrolluar. Prandaj Ibn Rajebi rahimahullah ka thënë për këtë hadith, lidhje me këtë pyetje, thotë domethënia është mos vepro sipas zemrimit. La taghdab, sa tash kur i thotë njëri la taghdab mos u zemro. Është diçka e pashmangshme. Si mund të mos zemro kur është njeri? Mos është njeri do zemrohet. Por mos vepro sipas zemrimit. Se ti kur zemrohesh, nëse flet, do folish gabim. Nëse vepron, do veprosh gabim. Nëse merr një vendim, merr gabim. Andaj mos vepro sipas zemrimit, por vepro kur të qetësohesh, vepro kur durimi yt e kontrollon zemrimin, kur shpirti yt, psiha jote është e qetë, e rehatshme, sepse përderisa ti merr vendime, flet, se njeriu kur se zemrimi konsiderohet lloj çmendurie. Në moment kur njeriu son e kontrollon, ma del pikë kontroll automatikisht, ai është i çmendur, sepse s'ka kontroll në vetë e tij.
më thasë su ta kontrollon vetë unë, atëherë këtu tash është rreziku se çfarë reagimi do të bëj, çfarë vendimi do të merr, çfarë fjalë do dalin prej gojës së tij, do të janë fjalë provokuese, ofenduese, nënçmuese, fyrse, e pastaj përmes atyre fjalëve i provokon të tjerët. E kur i provokon edhe ata pastaj zemrohen, dhe ata s'u kontrollojnë zemrimin e tyre, dhe këtu tash vjen vrasja, ndarja, përçarja dhe kështu me radhë. Siç është shumë edhe shumë sot tek ne ka shumë raste ndryshme. Po, baza e të gjithë të këtyre të këshillave zemrimi. Po, pse tash më kanë zemrimi? Për shkak se pa mundësia për ta kontrolluar zemrimin. Po pse nuk ekziston mundësia për ta kontrolluar zemrimin? Nuk ekziston mundësia për shkak të dobësimit të imanit, besimit. Janë lidhën ta gjithat. Prandaj themi beso, prandaj themi bindu, prandaj themi praktiko, prandaj themi kujto Allahun subhanahu taala, prandaj themi bëdi ka sa më shumë. Pse? Për me sakrit qetësohesh, stabilizohesh, nuk zemrohesh, nuk nervozohesh dhe jera. Po tash na e shpjeguam se është cilësia e njerëzit. Po, do të thotë se nuk mundem me ikë zemrimin. Nuk mundem me ikë, po janë disa shkaqe që janë më të zakonshme për zemrim. Pra, gjërat që ndihmojnë zemrimin, provokojnë zemrimin, gjërat të cilat janë të zakonshme që e bën njeriu të zemrohet. Okej, që njeriu duhet të shmanget. Pra, për të mos zemrohesh, shmangu këtyre gjërave. Një, krenaria. Me çka krenohesh ti? Ne dim shumë mirë se mes veti ne nuk kemi të drejtë as me fejtë të krenohemi, apo? Unë nuk kam të drejtë të them ose të krenoj, të them unë jam më i mirë se ty, unë jam më praktikues se ty, unë jam më fetar se ty, nuk na lejohet kjo. Ke parasysh? Por çka me pasuri? Çka do krenohesh kur Allah subhanahu taala ta ka dhënë? Ti vetëm duhet me falendruar Allahun për atë që ke. Kur krenaria sundon njeriu ose kontrollon njeriu, edhe normal tash kur ta prekësh krenarinë e tij, ke parasysh? Kur ti çaj të sheh ose në sytë ati jeni njëri i thjesht, i dobët, që nuk ke njohuri, nuk ke dituri dhe tash ti i drejtohesh atij me këshilla sen, ti provokon çka? Krenarinë e tij, edhe pastaj vjen shkak kjo, zemrimi, pastaj mendja masia, cilësi djallëzore, cilësi e shejtanit iblisit, që u bë shkak sebeb edhe iblisi i mallkuar ta refuzon urdhrin e Allahut te bareke ve teala, tha ana khairun min, unë tha jam më i mirë se ai. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, krijove nga zjarri kurse atë krijove nga dheu. Pastaj kundërshtimi i dëshirave. Kur ti ke dëshirat e tua dhe unë ti kundërshtoj dëshirat e tua, nuk shkojnë ato ti plotësoj dëshirat e tua. Se ju dëshirë është e saktë, është e mirë. Unë shpeshherë, ndoshta e keni marrë mend një fjalë që e them, qefi çon xhenem, jo çdo qef është i mirë. Unë kam qef këtë, unë kam dëshirë, kam po, ama atë dëshirën të cilën ti ke, është dëshirë që përputhet me Kur'anin, me Sunet, është dëshirë e mirë, është dëshirë që është në favorin tanë, në favorin familjes, shoqërisë, apo është një dëshirë që është dëmin tanë dhe dëmin e të gjithë atyre të cilën përreth teje. Pastaj provokimet e njerëzve. Kur njerëzit provokojnë, ti su ne kontrollohesh zemrimin. Kjo është një pikë pak më e rëndë. Është e rënda. Rënda që ju gjokush, po të gjithë si o gjallare kemi vështirë këtë, ke parasysh. Tash varësisht çfarë lloj provokimi është. An kupton? E tash sa provokime bojnë rrjetet sociale. Hiç pa dorza. Tashan me nan, me bab, me familje, gjithçka tjerë në ditë. Pse? Për shkak se nuk pajtohet me postimin yt, një postim që ka bëjmë një mesazh, një këshill me fejnë me islamin, edhe si islamofob, ose si armiki së vërtetës, edhe qanë të fynë ke për... E tash, a vlen për ne që ne të mundësojmë postimit të ti, fjalëve të ti fyrë se ta provokojnë zemrimin tonë, dhe ne mos ta kontrollojmë zemrimin tonë. Ja, bënë një blok për herë deri në ahiret, kur dalë në ahiret ja marish hakun, e të ko lutu për të që Allah të uzon, nëse uzon mirë, alhamdulillah, nëse jo atërës dhe ta për logari për Allah. Ja bo një blok edhe asë që lodhesh me të. Ama me hy tash në lojet e tyre dhe me uzemru për provokimet e këtila, ke parasysh që duhet me krejt botën të armitsohesh. Që duhet me krejt njerëzit të armitsohesh, ke parasysh. Pastaj kemi lloj provokimesh të ndryshme që provokojnë zemrimin ton nga ana e njerëzve. Ajo që është më e rënda që provokon zemrimin ton është provokimi në fe. Provokimin e nderin e familjes, ke parasysh, e kjo, edhe këtu duhet shumë kujdes, shumë duhet të jemi të matur, se tash këto provokime janë të shumta.
janë të shumta, veçanërisht që arrin me një shpejtësi të paimagjinueshme tek njerëzit përmes rrjeteve sociale, ta bën screen, ta dërgon kështu që ka thënë për ty, kështu që po e ke më distancuar prej këtyre gjërave, me kontrollu vetin edhe mos me u amundsu provokimeve të tjerëve me të dëmtu ose me të ta shtu zemrimin. Pastaj kemi xhelozinë. Xhelozia gjithashtu si djallëzore. Për shkak të xhelozisë, iblisi nuk pranoi që ta realizon urdhrin e Allahut. Çka tha khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min nar, atë krijove nga dhe nga baltë, mund nga zjarri. Xhelozia është prej smundjeve më të rënda të zemrës. Ke parasysh, edhe kur njeriu reagon ndaj teje pa pik faj, pa pik haku dhe reagon me zemrim, me nervoz, pa i bërë kur gjosen, ke parasysh se me siguri ndoshta këtu edhe ka një farë lloj xhelozie që atë shtin të reagon në këtë mënyrë ndaj teje. Edhe pastaj si pikë fundit që tek shasek është edhe padurimi. S'ke sabër, ke nervoz. Ke sabër, e kontrollon, e menaxhon zemrimin. Para se dalë në ashtë në pikë tjetër, se ceke xhelozin hoxh, po e di se kemi përmendur në epizodat kaluar, po një shpjegim për të dy xhelozijat e mira dhe e keqe. Mos tim keq kuptime. Shumë, me vend trujt Allahu që problem. Normal ne kemi dy lloj xhelozie, pra kemi xhelozi që është e lejuar fetarisht, siç është në memorizimin e Kuranit, siç ka ardhur në hadith. Kur dikush memorizon Kuranin mëson përmesh dhe natën e adhuron Allahun, ditën punon me Kuran. Edhe ti dëshiron, kërkon, don që edhe ti ta dish Kuranin përmesh, njëtën vepër edhe ti ta bëjsh, por jo se ti dëshiroj ai ta haron Kuranin. Por njëtën kohë ti kënaqur me arritjen e tij. Dhe dy, ai i cili ka pasuri, mundësi dhe jep lëmosh, ka sadaka, do të thonë jep sadaka, u ndihmon nevojtarve, dhe ti ke qeve dhe ti ke këtë dëshirë dhe xhelozon, por njëtën kohë ti nuk dëshiron ai ta humbe pasurinë, mos më mujt me dhënë sadaka lëmosh. Ti je i kënaqur, por e dëshiron një të gjë edhe ti. Pra kjo, për ndryshe, xhelozit tjera, për shembull, pse ai më pas vetur o mos më pas vetur. Çka është xhelozia urrejtur në Islam? Është xhelozi kur ti dëshiron tjetrit ti shmanget, ti hiqet, ti largohet, ti zhduket e mira. Kjo është ajo që është e ndaluar. Te xhelozia mirë shej nuk mundet me pas ndonjë ndikim negativ ndaj personit tjetër. Jo, për shkak se ti në esencë ke dashuri ndaj tij. Ti e don atë. Ti nuk ke urrejtje ndaj tij. Ke parasysh, thjesht unë shoh të ty një të mirë. Shoh një të mirë, për shembull butësinë tënde, urtësinë tënde. Tash unë jam i kënaqur dhe je shumë i gëzuar që ti ke këto atributi, këto cilësi. Po kam qejf edhe unë. Dhe xhelozoj pse ti më pas edhe unë mos më pas, edhe unë do më pas, edhe unë do më kanë. Se sahabët agaronin në veprat mira. Okej, ai xhelozonin një tjetrin. Po jo se ata nuk dëshironin ose e urrejnin një tjetrin. Ata ishin që e donin më së shumti një tjetrin. Mos harroj edhe fjalën e Hasan al-Basriut rahimahullah, i cili ka thënë, nuk ka zemrim të madh pa pasur para tij një sëmundje të fshehur në zemër. Kur njeriu zemrohet, këto sëmundje që i cekëm, si provokimi i njerëzve, xhelozia, më thave tash, pra këto janë smundje që ekzistojnë në zemrën e njeriut, për shkak të këtyre smundjeve, po tash sheh dhe shfaq njeriu zemrimin e tij. Pra kur njeriu zemrohet, mos reagon në një mënyrë, ai si reagon, dalu pagas. Mendo, analizo, i kështu çka vepron, çka reagon. Çfarë lloj smundje ka në zemrën e tij? Tash mos bie edhe unë në nivon e tij, mos reagoj në një mënyrë ai siç reagon, edhe ta bëj një gabim. Se zemrimi, tham, mos kontrollimi i zemrimit është kjo që Allahu e ndalon. E kjo tash sun e kontrollon zemrimin. Pse tash edhe unë duhet mos ta kontrolloj zemrimin, ndalu. Ky valla mos ke xhelozi, valla mos e kam provokuar dikush, i kërkon shkaqe që sebepet. E kur të kërkoj shkaqe që sebepet, pastaj ti e çelson dhe kontrollon zemrimin tënd dhe nuk bjen provokimit. Dhe në anën tjetër e kemi shejtanin, i cili domethënë ka ndikim në këto momente. Po si ndikon shej në momentet e zemrimit? Allah trujt shejtani, ai është i cili, pra zemrimi vjen prej shejtanit. Zemrimi është prej shejtanit. Siç tash hedh gac në zemrën e njeriu, gac të xhenemit uladu bile, dhe shejtani është krijuar nga zjarri. Tamam? Zemrimi vjen nga shejtani, shejtani është krijuar nga zjarri, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra çfarë roli ka ta shejtani, si armiku më i madh i njeriu? E shtyn njeriu që të flasë fjalë të mira, të veproj keq, e pastaj të pendohet më pas. Pra që ka bo? Ti vjere pishmanit,
për diçka që ka bo keq. Sa njerëz janë pendu kur e kanë vrarë tjetrin. Ato të burgocërit të cilët kanë vrarë dikë. Ato jo se ma ndjen mirë. Ama e kanë bo veprën. Shkoj. Pra një qka, i që njerëzit flasin fjalë jo të mira, mas fjalëve të randa jo të mira, ofenduse, fyse, thuj si të thush, e pastaj e bën veprimin e keq. Kur ta bën veprimin e keq, e pastaj pendohet më pas, por jo çdo pendim pastaj mund të bën fajde varsisht. Tamam? Ka gjëra të cilat janë të lidhura mes robit dhe Allahut dhe ka gjëra të cilat janë të lidhura mes njeriu dhe njeriut. Ajo që ti e mëkaton Allahun, bën një gabim, një gjuna dhe kërkon falje për Allahun subhanallahu teala, Allahu është ai që fal, ai që mëshiron. Por njerëzit ja ke vrarë vladin tjetrit. Edhe ti kërkon falje, ndoshta s'ta falin ato. Njerëzit nuk janë të njëjtë. Ndoshta kërkojnë hakun tanë, ndoshta e lanë për në ahiret me ta marr hakun. Pse? Për shkak se ti nuk e kontrolloj atë zemrimin tënd. Tregohet një rast kështu pa mos marr shumë kohë, tregohet një rast arab, në Saudi ndodh ky rast, një tjetrit ja shet bafçe. Bafçe me hurma që ka pas, ja shet tjetrit. Edhe një ditë takohen ke bafçe, tonë hurmave. Atë nën hije kene duke bë mohabet dhe ky tash çka ja shet bafçen, thot çfarë bafçe mirë se të kam shit. Thot jo, thot kjo është arritjet e mia. Thot unë kam punu, jo, ngrenë zërin mes vete dhe humbin kontrollin e zemrimit. Derisa njëri prej tyre e merr atë farë lloj arme për se disi tonë të shqip, pra lloj arme për të alarmuar ose për të dhënë sinjal njerëzve në qiell, për shembull kur dikush fundoset ose kur ka diçka anton, se dia kanë një emër të veçantë, po i kisha thënë armë për dhënë alarm ose për dhënë një sinjal. Po. Armë sinjalizues. Edhe ja afron atij pres afër të kështu edhe shtin. Edhe ato që kanë qenë aty shokët e tyre, i ndajnë, i largojnë, tamam, u kri puna. Ama ky, të cilit ja boni këtë veprim me armën, ky s'u ne kontrolloi zemrimin e tij. Shkoi në shtëpi, duke u sjell rreth dhomës së shtëpisë së tij, duke e marrën kontroll shejtani, djalli, edhe duke humbur kontrollin e zemrimit të tij. Çka boni të nesërmen? Shkon e pret këtë shokun e tij me armën në dorë, e pret para shkollës se ky ka bajt nxënësit për shkollë. Po ju e dini arabët e kanë atë veshin e tyre me shimak, çami që ti përmbas nuk mundesh ta vresh se kush është. Nuk mundesh ti jesh i sigurt se kush është. E ka qenë me shpinën e kthime, edhe ky çka shtin me armë dhe avret me armë, shkon në polici, thot filan person thotë urava, thot më burgosni çaj më një armë. Ato i thonë ndalu çka përse e vrava, thot bona një vrasje, thot futëm në një burg ku këtu bona. Mirë. E burgosin, shkojnë policia, shohin se ka vrarë një person gabuar, që i kanë gjajtë si ai. E shoku i vet, të cilin ka dash që ta mbyset ja marrë jetën, kur e kupton, shkon te burgi, thot çndrotash këtu. Ja cilët janë rezultatet e zemrimit. Sa veprimet gabuara bëhen për shkak të zemrimit. Sa vendimet gabuara merren për shkak të zemrimit. Sa fjalë të rënda thuhen për shkak të zemrimit, andaj kërkohet nga ne si besimtar që besojmë në Allahun dhe dim të keqen dhe dim se kjo është, do të thënë se shejtani na provokon me zemrimin, ta kontrollojmë zemrimin dhe mos lejmë që shejtani të arrijë qëllimet e tyre. Allah shpëlbeft. Bashkë me ju. Po specifik kontrollimin domethënë menaxhimin e zemrimit. A ka ndonjë shpjegim koronën apo sunetit se çush menaxhohet? Ne tashmë si menaxhim e kuptojmë, po tash veprat që mund të më kon për menaxhim. Po, tash ne forcim të menaxhimit. Po, Allahu troj vllai ne folëm rreth të keqes ose pasojave që vijnë të zemrimit, se por gjokush në fund pastaj kërkon, okay, tamam, ne kuptojmë tash këtë, po çka të bëjmë, si ta kontrollojmë? Në fillim kur të vresh se zemrohesh thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, masi që e kuptojmë se zemrimi vjen nga shejtani. Pra kur e kuptojmë se zemrimi vjen nga shejtani, tash duhet të kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga shejtani. Mallkuar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, të heshtim. Pastaj të heshtim, të marrim abdes, ta ndrojmë vendin, nëse jemi këmb të ulemi, nëse jemi ulur të shtrihemi. Pse? Pra këto janë këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne ka lënë mënyrën e menaxhimit dhe kontrollimit të zemrimit.
Gjithë si shtam në fillim, gjë kush zemrohemi, por kur ta vrisë zemrohesh, ka merr abdes, pse është i krijuar nga zjarri, vjen nga ai dhe zjarri i fiket me ujë. E çka është interesant? Ne kur marrim abdes, cilat janë pjesët e trupit që marrim abdes ose i lagim gjatë marrjes abdesit? Fytyra, po? Krahët, koka, këmbët. A dini se krejt këto janë pjesë të sistemit nervor? Krejt janë pjesë të sistemit nervor. Edhe të gjitha pjesë cilat i cekë janë çato cilat ta mundsojnë me vepru. Me vepru ma keq. Goja pjesë e fytyrës, durt, masa shumë ti veprimet që bën njeriu përmes durve, këmbët, koka, kështu që merr abdes. Me të vërtet e fik zjarmin, thuaj Allahu subhanahu wa taala, ndroje pozicionin, ulu nëse je në kamp. Pse? Për shkak se ti zemrohesh dhe je në kamp dhe nuk ulesh, për moment ti mund bësh një veprim të gabuar për të cilin pastaj do të pendosh, pra këto janë ato të cilat ato këshilla ne kalam pejgamberi sa si të veprojmë dhe si ta menaxhojmë, si ta kontrollojmë zemrimin. Allah shpërblet. Allah shpërblet shej. Siç e cekë tha edhe heshtja është një prej këshillave nga suneti nga profeti sallallahu alaihi wasallam se duhet heshtim kur jemi të zemruar. Po pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, të cilin e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, kur ndonjë njeri thot për ju zemrohet le të hesht. Me një hadith thot man samet naja, kush hesht ka shpëtuar. Pse? Për shkak se siç e cekën në fillim kur njeriu, pra shumica e fjalëve ne për të cilët pendohemi, janë fjalë të cilët i themi në moment zemrimi. Prandaj do të hesht. Që të mos pendohemi, mos bëhemi pishman dhe mos na ndodhin gjëra të cilat nuk i kishim dëshiruar, gjëra të padëshirueshme, jo të mira, hesht më mirë. Ato me pështu, nga fesadet, nga fitnet, nga problemet, nga shqetësimet, hesht. Po me hesht, njerëzit po të konsiderojnë një çmendur budall. Ne nuk jetojmë si na konsiderojnë, si na llogarisin njerëzit, ne jetojmë për Allahun. Dhe ne mësojmë si në këtë jetë ti menaxhojmë gjërat për të shpëtojmë këtë botë dhe botën tjetër. Tash hesht nëse është momenti ku duhet heshtish. Hesht nëse heshtja tënde është dobinë tënde dhe njerëzve përgjithësi. Hesht nëse heshtja është hajër për ty. Hesht nëse heshtja ti largon shumë probleme që mund ose pasojë që mund të vinë. Hesht. Për shumë fjalë ne kur jemi pendu, kur kemi thënë, kur kemi fol, kur kemi qenë zemrum, çfarë i thash? Pas duhesh që të folëm. Po më nervozoj, po më zemroj. Pra, këtë do shohish të gjitha fjalët e rënda i kemi thënë në moment kur jemi zemruar, ne kam provokuar zemrimin, edhe su ne kemi mirë menaxhuar, kontrolluar dhe pastaj jemi penduar në fal të Allahut. Ja. Po dhe shpesh thaj tek ne përdorim një fjalë 3 herë mendon një herë thuj. Dhe kjo është domethënë një ka domethënie edhe natë kjo thënie domethënie e kësaj që bazohet në fjalë ose argumente, si për shembull fjala e Omerit radhiyallahu anhu, nuk kisha pas dëshirë që qafa ime të jetë qafa e gjirafit. Para se me nxjerr fjalën, duhet me mendu. Pra, me pas kohë me e mendu. Me pas kohë me mendu para se me e nxjerr. Edhe është thani fjalë nga të parët tanë. Munafiku gjuhën e tij e ka para zemrës. Pra ai mendon se çka fol. Ama besimtari gjuhën e tij e ka pas zemrës. Çdo të thotë, herë mendon, analizon, mirë, a pastaj e thot. Wallahi në këtë aspekt jemi shumë domat. Wallahi shumë pak mendojmë kur flasim, kur folim. Ama sa na kontrollojnë emocionet, ndjenjet, zemrimi, pse, qysh, po jo, s'po muj. La hawla la quwwata illa billah. Sa bereqetin e hupim për shkak të kësaj wallahi. Shumë pak kontrollojmë. Sa pak njerëz sa a mund gjem dikë që hesht, që pret, që duron për ta thënë një fjalë. Unë vrej për shembull ligjërata gjatë ligjërimit për shembull, a mundoj të folin xhamati, a mundoj të shpjegojnë. Do them, jisfila këtu jam unë. Nuk kanë durim as aty ku duhet me pas durim. Ke parasysh, po paramendoj gjatë për ndonjë dialog ose bisedë, domethënë që rrjedh mes 2 ose 3 ose më shumë personave. Na rujt Allahu. Mendoj që edhe shumë pak e njohim jetën e Resulallahut. Po, dëgjoj, sikur ta kishim ditë dhe ta kishim futur në praktikë, edhe duke medituar me du mirë në vujtjet që i ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, maltretimet, çato vështirësitë jetës së tij që e ka jetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke krahasuar jetën e tij, kushtet e tij dhe gjeneratave të para me ne, subhanallahu, sa më shumë që kemi më të këqij jemi. Pra,
Kjo është dëshmi se këto të mira të cilët ne posedojmë nuk janë shkak që ti mundesh ta kontrollosh zemrimin ose ti je i mirë. Imani vëllai, besimi. Imani, besimi, njohja e sirës, biografisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njohja e biografisë së pejgamberëve, njohja e biografisë së sahabëve, gjeneratave të para, kur të marrësh mësim dëgjoj se si kanë reaguar ato, si kanë vepruar ato në moment kur dikush i ka provokuar, qoftë një udhëhec, një lideri në shteti, qoftë një hajni, qoftë një është tuacek një rast. Në rast më duket e kina cekë, po përsëri kur Imam Shafiu rahimahullahu taala ma ligjërat në xhami. Ma ligjërat para mendoj kreta ato talebet e tij në xhami, e tash ma ligjërat duke mbajtur ligjërat hyn një lavire në xhami. Ka provokim më të madh që mund të bëhet. Hyn një lavire edhe u thot njerëzve, studentëve thot, a kete të dëgjoni? Po ky çka s'ka bëu me mua? Çka s'ka bëu thot ky me mua? A kete të dëgjoni? Fol, çat mundet, çka mundet lavire? Imam Shafiu hiç është. Cili hoxh në sot kishim duru? Ha? Në xhamati su ne durojmë. Po ju njëri nga jashtë me tartë në xhami me thash çfarë do fjalë. Hiç është. Ama pse është? Se njeriu është dietari. Aty për aty, ai me njerë, në më thamë për mes urtësisë së ti, e analizon, e mendon mirë, mënyrën e reagimit, si të reagon, cila është më e miras. Se kështu kanë thënë dietarët fitnen e kuptojnë para se mi fillu. A ne kur të kryet atë se kuptojmë se çka na ndodh. Po. Edhe hiç ishte Imam Shafia, ajo krejt çka ka pas, ka thënë dhe del. Tash nxënësit që dëgjojnë këto fjalë, tash shejtani punon, Imam Shafia e din pastartin e tij. E din imanin e tij. Tash shejtani punon te këta. Thën o Xhain, pse nuk reagove? Pse heqte? Tha në momenti kur ajo nisi të folë. Unë thot mendova se ju do të dashni në dy grupe. Një grup që do t'i besonit asaj, një grup që do të besonit mua. Po ja lash çështjen Allahut. Edhe vazhdo me ligjërat. Vazhdo me ligjërat, gjatë ligjërimit nisin të thrasin njerëzit shpejtoni kallet një shtëpi. Kur dalin jashtë, shtëpia e lavirës që i ka pas 3 fëmijë, mos gaboj me zina. Një prej 3 fëmijëve ka pas shtëpi. Kush merr guximin çka ta shpëton fëmin? Imam Shafiu. Shkon Imam Shafiu, ndihmon e nxjerr fëmin dhe thot: "O ju njerëz, ky kurrë s'ka bën me mua." Po njerëzit kërkuan prej meje që t'ja bëj këtë çart. Vjen momenti kur Allahu i qartëson punën tënde. Andaj dorëzoj leja çështjet Allahu subhanahu wa taala në momentin tash shumë është nevojshme kjo. Ama thambo, lejbe ndër të Allahut asoj. Se Allahu ai i pastër. Po je bindur se Allahu do ta qartëson meselën siç e qartësoi meselën e Aishës. Imam Shafiu dhe shumë njerëz besimtarë të tjerë. Sa raste Allahu të ka ndihmu. Se vallahi be çu ndihmoi Allahu, vallahi apo krejt e kuptuan se kjo s'kishte të bëjë me mua. Po, se Allahu këta qartëson. Edhim pastaj ti ndonë, prandaj rri rahat. Shtetun. Allahu të shpërbleft çaj. Bashkë. Tregon edhe për mos lidhen tonë me ahiret dhe lidhen të fortë që kemi me dynjë. Që kemi ahiret për shembull, Imam Shafiu rahimahullahu taala që u kon po i lidh me Allahun edhe domethënë se ka ditë qëllimi i tyre vllajem i dashur ka qenë arritja e kënaqësisë Allahut. Jo me i kënaq me i bind njerëzit. Njerëzit i bind Allahu. Vërtet. Ti e ke atë përgjegjësinë detyrën tënde ta përcjellësh ta thuash atë që mendon se është mirë saktë. Por me i bind njerëzit, po është pa mund që ti bindesh gjithë njerëzit. Dëgjoj do kesh njerëz të cilët do mendojnë keq ose do të xhelozojnë kështu me radhë. Po ti ja duhet ta lodhish zemrën tënde me këtë gjë. Jo. Dorëzoj çështjet Allahu subhanahu wa taala dhe vazhdo rrugtimin tënd që i cili rrugtim ose destinacioni të cilit rrugtim është arritja e kënaqësisë Allahut xheneti, me hym brenda, me shfrytzuar të mirat Allahut që Allah i ka bogati për ty si besimtar. Po Allah të shpërbleft. Ma herë të cekë një të sahabën i cili ka përmend ajetin kuranor, Omerit radhiyallahu. Edhe në pjesën e fundit të cekë mëshirën. Po. Faljen njëri tjetrit. Po. A mund të thonë se edhe mëshira është një lloj menaxhimi për zemrimin? Jo çdo kush mund të fale. Jo çdo kush mund të fale. Jo çdo kush e ka këtë forcë shpirtërore. Jo çdo kush mund ta marrë këtë guxim. Sepse falja është fitore mbi nefsin. Kush fal, ai fiton nefsin e tij. Po, në moment kur njerëzit të bëjnë keq se ne thon halal e kanë bëu, e kemi rënë vështirë. Pse kemi rënë vështirë? Sepse
Ne janë randu zemrët me gjyna e me harame. Prandaj nëse shu herë të me aberrant e kam, po e ke rand se zemra shpirtit është randu me gjyna e me harame, si ka në shpirtit ishte mbushur me iman me besim se kishe pas këtë qërant, sepse ti ke qëllimin yt që është në qëllimi yt final arritë kënaqësisë Allahut azza wa jalla. Se falja e njerëzve kjo ndihmon në kontrollimin e zemrimit. Thot Allah subhanahu wa taala në surën Nur, falyafu wa yasfahu. Le të falin dhe të mos u avënërej. Le të falin. Mas ja vendoveshin e themi. Ai mos ja vendoveshin. Me do shta ka behallet e vete, po abe nuk e dim me çfarë problemi ka. Leja, abe se i smutu, be nuk është mirë, leja, tash mos sa herë kështu kur i qetësojmë njerëzit, be se nuk është mirë ai. Po mashau më tha, po mirë be nuk është mirë, kuptoj, nuk është mirë. Pra mos ja vendoveshin e themi, mos u vendorrej njerëzve. Pse? Thot Allah azza wa jall, a nuk dëshironi që Allah t'ju falë juve? Ti ja dëshiron Allah të të falë? Po. Po ti nëse dëshiron Allah të të falë, pse ti mos u falësh njerëzve? E kur ti mendon në faljen e Allahut, e kur krahason faljen e Allahut dhe faljen tënde që do bësh njerëzve, subhanallah. Pastaj ti ja kërkon falje me Allahut, po kush je ti që Allahu ty të falë, ti mos ti falesh njerëzve? Pse ti kërkon falje nga Allahu? Po kam nevojë. Po edhe ai ka nevojë, edhe ai ka bënë, si të gjithë aty. Kështu që fali sepse falja ndihmon shumë në kontrollimin dhe menaxhimin e zemrimit. Dhe për vete, wallahi, prej momentit cilin e kum dëgju këtë ajet kuranor, cilin është se do thotë të na presim shirë për Allahut, wallahi sa herë ndoshta më ka zemruar dikush. Edhe më ka ardhur një blokazh për mos mja fal. Diqysh më ka tinglu ajet kuranor dhe këmë thonë diqysh qysh thash mona mja fal ti, mos mja fal ti, e pastaj me dalën e Për Allah falë mu. E thash kurse në të aspektin nuk jam kërkush krahasim me Allahun, se ato e kem krijues, e na po presim për ati më na fol neve, e nuk po bëjmë shtje ndaj atij personit. Edhe është diqysh një kur po mundet njëri e lidh me atë cilën e ceke më herë praktikimin e fjalëve të Allahut, kur po mundet njëri mi kalu çat hap edhe me fut në praktikim, është një ndryshim total. Është një hap për qetësimin atin e zemrës tënde. Për ndryshe, ti do të bësh gjumis në bësh rahat për shkak të zemrimit. Ti sun koncentrohesh në punën tënde për shkak të zemrimit. Ti sun ju ndihmosh të tjerëve kur je i zemruar. Ti nuk mund të jesh shërbim të familjes tënde kur je i zemruar. Ti ke shqetësime. A dini se zemrimi është 10 herë më i fortë se mërzia? Zemrimi është 10 herë më i fortë se mërzia. Zemrimi është i rëndë, është i keq. Sjell shumë dëme shpirtërore, po pastaj edhe fizike. Se ka një përzierje. Ka një përzierje, jo vetëm mërzi, domethënë është një përzierje. Është pra diçka që le pasuje në çdo aspekt dhe që dëmton njeriun shpirtërisht edhe fizikisht. Allah shpërbleft, çej. Bashkë me vëllezër. Po shpesh në Kur'an ne kemi përmendet shpesh fjala sabër. Dhe të pa parasysh që kur ka njëri zemrim duhet me pas sabër. Po cili është shpërblimi në këto moment i atij personit i cili bën sabër, kur është i zemruar? Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Shpërblimi i durimtarëve në ahiret do të jetë pa mas. Vetëm Allahu e din. Askush nuk e din. Domethënë çaq shumë shpërblimi i madh ka përgatitur Allahu për durimtarin, për sabrin, vetëm Allahu e din. Një shpërblim se për shumë adhurime, veprime, gjëra të mira, realizim të urdhrave të Allahut, largim nga vlesat e Allahut, Allahu ka thënë ka këtë shpërblim, por për sabrin, durimin, vetëm Allahu e di. Kurse sa i përket për frenimin e zemrimit, kur personi e frenon zemrimin, e ndal. Në moment kur ai ka pas mundësi të reagon, ka pas mundësi të kthen, po e ka frenuar zemrimin, edhe nuk e ka mundësuar zemrimi që këta kontrollat, po kjo ka kontrolluar nefsin e tij, Allahu do ta thrasë para gjithë krijesave në ahiret. Para gjithë krijesave dhe do t'i jap të zgjedh nga cila hyri të xhenetit dëshiron. Vetëm për
frenimin e zemrimit të tij në moment kur e ka pas mundësi të bëjë shumë keq. Andaj ti mbushim zemrat tona me sabër me durim. Edhe mos lejojmë që hidhrimi të na kontrollojë. Hoxha Allah që përbleft. Kemi cekë një 3-40 minuta për epizod. Sa shkuna u shumë? Kemi te kalu pak 40 po mirë po e mbarojmë me një pyetje të fundit, se që lidhet me çdo fund të epizodit që ne kemi bën deri tash, cili është këshilla jote për ata persona që kanë vështirësi për menaxhimin e zemrimit. Mos u përpiq të fitosh çdo debat. Në shumë debate lindin shumë probleme, kur qëllimi është me fitu, përpiqu ta fitosh kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Jo ai që ka fituar në debat, ai është më i dituri, më i mirë. Jo. Ti shumë debate i ke larguar, i ke shmangur, ke heshtur vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut. Vetëm për mos të ndodhë diçka mes juve, pastaj çdo herë që ti frenon zemrimin, lufton nefsin dhe fiton betejën për arritjen e kënaqësisë së Allahut te bareke ve teala. A është qëllimi i arritjes e kënaqësisë së Allahut? Patjetër. Frenohi zemrimin. Mos u bë mash e shejtanit, por të arrit shejtani qëllimeve të atij përmes teje. Përmes zemrimit ndodh divorci. Divorci nuk do të thotë, çka thu, apo dahemi, ja? Jo, kur s'kam nik kështu me unda burri gruaja. Do të thonë, haj po pim ka një kafe, çka thu ti? Jo. Ajo një fjalë, ky një fjalë, ajo e kam shu, ky e kam shu, subhanallahu, probleme, shamata mes tyre. Pra, si shkak zemrimi, divorci si shkak zemrimi, vrasja si shkak zemrimi, shprehja e fjalës së kufrit, mos besimit wala a'udhu billah. Pra, bazë çdo të keqe. Bazë çdo të keqe që vjen nga buron nga shejtani. Andaj largohu debateve, qëllimi është në final është arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala, sa më shumë që frenon hidhrimin, sa më shumë që kontrollon nefsin, ti arrin kënaqësinë e Allahut. Allah është përbleft që Bashkë me ju, lusë Allahun që takomi përsëri në epizodën, pjesën e dytë kësaj teme, se besoj që ka nevojë për qartësi, për këshilla, se me të vërtet sot njerëzit kanë nevojë për këshilla. Ollem, para se gjitha që gëzon lajm, mos të harrojmë këto këshilla janë për ne. Para se gjithash. Se çdo herë e cekja mos mendon njerëzit se ne u drejtojmë me këshilla dhe se ne s'kemi ne këto këshilla përse në fillim unë ja drejtoj vetvetit, juve që kam këtu afër, e pastaj të tjerëve, edhe norma pse i cekim dhe kemi pas dëshirë të përcjellim këto mesazhe se janë në favor të dobit të shpirtit të njeriu, veçanërisht të çdo njeriu që ka këto probleme dhe vunga këto probleme. Allo juve është problem për këtë rrugtim që keni marrë, për këtë angazhim, për këtë përgjegjësi që keni marrë. Do na jap sukses e sinqeritet deri në fund. Amin. Do shpërblet tani të gjithë vëllezërit e mota që kontribuojnë për këtë projekt, gjithashtu sponsorët dhe shihemi së shpejt inshallah në javën e ardhshme. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.